Në palestrën sportive të Fierit, atmosfera ishte elektrizuese. Vajzat e Apollonis U16 zhvilluan dy ndeshje me peshë për të kualifikuar në finalen e madhe të kampionatit kombëtar të volejbollit për femra, duke dëshmuar talentin dhe përkushtimin e tyre ndaj këtij sporti. Sfida e parë vuri përballë skuadrës së Korçës, një ekip me tradita dhe eksperiencë në volejbollin për të reja. Loja u karakterizua nga rivalitet i lartë dhe aksione të zjarrta në secilin set, por në fund Apollonia doli fituese me rezultatin 2-1. Atërësisht 10 prej vitesh si ekipi Pollonis dhe ekipi Kosha Volej kanë qenë gjithmonë i kanë dhënë tonin ekipeve të moshave si me 16, me 18, me 20. Pasi si shpritesh edhe sot një lojë shumë e rivalizuar nga të dy ekipet. Kemi bërë mjaft mirë setin e parë, kemi nisur me diferencë, kemi gabuar në pikët duhesh e mbyllur seti, ka bërë më mirë Apollonia dhe fitë setin e parë. Kemi nisur me setin e dytë zakonisht shumë të mirë, me diferencë të mëdha pikësh, mbajtëm kundërshtari me 10 pikë lart. Gabuam, balancuam përsëri, fituam setin e dytë, seti i tretë ishte shumë emocionues dhe një fitues okej normalisht ishte Apollonia. Ju uroj suksese ekipit të Apollonis, pasi që thash, të dy ekipet kanë vite që japin tonus ekipeve të moshave. Në takimin e dytë, Apollonia e kishte më të lehtë rrugën drejt suksesit. Përballë flamurtarit, vajzat Fieraki dominuan lojën duke fituar bindshëm me setet 2-0, përkatësisht me rezultatin 25-10 dhe 25-16. Rezultati ishte pasur përgatitjes intensive dhe harmonisë së grupit. Një falenderoj për organizimin që u bë këtu në shtëpinë e Fierit. Dihet që dy skuadrat ne kishim marrë pa pretendime, Tirion ishte ardhja deri në këtë gjysmëfinale. Pavarësisht se ndeshjen e parë me minatorin e Rëshenit, vlozur shumë mirë vajzat, po që nuk mundën të merrin diçka në rezultat. Për ndeshjen e dytë me Apollonin, janë pak kënaqur fare, megjithëse vajzat avogë shumë kanë dhënë bie në trysmit të lojës. Me rezultatet që pash sot, mendoj që del Rësheni me Apollonin për në final. Për të bashkuar dy skuadrave të tjera nga grupi i Tiranës. Fitoria i ka gëzuar dhe motivuar jashtëzakonisht vajzat dhe stafin teknik të Apollonis. Trajneri Arben Kozmai shpreh kënaqësinë e tij për performancën dhe shpirtin garues të ekipit. Neve me gocat tona kemi një rutinë shumë të gjatë këtu prej 8 vjetësh dhe kemi qenë një ndër ekipet kryesore në kampionatin shqiptar, duke qenë gjithmonë në 4 më të mira. Këtë vit me ekipin U16, neve jemi në fazën për të kaluar në finale, edhe unë ndeshëm me ekipin e Kosha Volej, një ndeshje e luftuar nga të dyja ekipet, se të dyja ekipet pretendonin që të dilnin në finale. Kështu që ishte një ndeshje shumë e luftuar. Dhe falenderojmë dhe ekipin e Kosha Volej për performancën e mirë që dhuroi dhe për të pranishmit, po dhe një lojë shumë e bukur. Pastaj ndeshja tjetër ishte me Flamurtarin, një ndeshje që u fitua, po që asnjëherë nuk ka ndeshje të lehta, se me moshat janë ndeshje që atëre kur thua fiton, atëre humbet. Kështu që falenderoj gocat për shpirtin luftarak që treguan, edhe ju uroj dhe për nesër që ndeshje me minatorin e Rëshenit, ju uroj suksese. Apollonia U16 tashmë është një hap larg titullit kampion, ndërsa në finalen e madhe do të sfidojë ekipin e Rëshenit. Ky duel do të përcaktojë kampionin e re kombëtare të volejbollit për femra në këtë kategori. Tifozët Fierak presin me emocion, ndërsa vajzat janë të vendosura të shkruajnë historinë e tyre të suksesit.